e kam pyet Sufjanin Thauri rahimullahu nga dietatët me i kanë pse është kaq i vështirë sinqeriteti. Nuk është bashkëlet me kon, nuk po flas për atë sinqeritetin bazik, që çdo besimtar deri diku në ka. Ndarjen e madhe nëse si e gënjeshtar dhe po flas për ta, po flas për një që ka të nivelet shumë. Sinqeritet brenda sinqeritetit. Po, mbrana është shumë i lartë, është një pamje shumë e kulluar, shumë e çiltër e qëllimit ku je nis dhe asaj që ka të synon me besimin tënd. Andaj i kanë thonë Sufjan Thauri rahimullah, pse është kaq i vështirë sinqeriteti? Ka thonë për shkak se egoja s'ka hisën te. S'ka të kurrë. Do rreth sinqeriteti është përpjekje e zemrës për të përjashtuar egon nga ndërhyrjet e kaj. Kjo është betejë e madhe. Apo. Nga se gati çdo adhurim mund të ndërhyjnë. A mund të ndodhë që të jemi edhe agjërueshëm dhe jo të sinqert me këto kuptime që ju thatë? Pra mund mos jemi plotësisht të sinqert. Çfarë nuk kupton kjo? Për ta kuptuar ndoshta. Po, sinqeriteti mund të jetë me fjalë dhe mund të jetë me vepër. Për shembull, nëse njeriu falet është vepër. Dhe në këtë vepër mund të ketë për shembull mungesë sinqeriteti. Për fakt se njeriu për shembull mund ta zgjat namazin, mund të bën veprime për shembull që i bën përshtypje dikujt që po e shikon. Dhe këto është syfacia, apo të bën përshtypje për faqe. Po. Ndërsa tek agjerimi nuk mund të ketë mungesë sinqeriteti në aspektin praktik. Se praktikisht kur i agjerueshëm nuk mund ta shpërfaqesh praktikisht si agjerueshëm. Apo. Në kuptimin e jashtëm si ai agjerueshëm, si ai që nuk është agjerueshëm janë të njëjtë. Mirë, po ku mund të prisht sinqeriteti te aspekti ose tek niveli i fjalës? Unë jam agjerueshëm. Unë po bëj kët. A mund ta prish me fjalë, por jo edhe me vepër. Prandaj në këtë aspekt agjerimi është nga adhurimet më të avancuara në aspektin e kultivimit të sinqeritetit në zemrën e njeriut.